Unë nuk dua fare të hyj kësaj historisë luftës, ti e përmend shumë shpesh këtë gjë. Ti e përmend shumë shpesh këtë gjë, Labi, por unë të kam parë shumë të lumtur të lash dhe në xhakuzin e shtëpisë. Më falë, unë e për ndodhi të luftës dhe ndodhi kësaj kam vijuar psikologu mbi 6 vite. Dakord, por nuk jemi këtu për të folur për çfarë ke kaluar ti me psikologun para 6 vitesh, se kjo është një gjë që ti nuk e dëshmon dot dhe ne nuk dëshmojmë dot as atë që ka ndodhur dhe as të kundërtën. Ideja është që jeni në një shtëpi, fakti që ai të ka shkurtuar emrin, ti e ke masakruar me fjalët që i ke thënë. Mua kjo nuk më duket në rregull. Më falni, e kuptoj dhe unë si një nuk ka fjala më e bukur se me kërku falje për fjalët e mia. Jo, problemi është që çdo prajm po kërkon falje dhe unë nuk e di nëse ti ja di rëndësinë fjalës më fal. Kur thuhet më fal, nuk përsëritet më, nuk vjet çdo të hënë dhe çdo të premte dhe e mbyll me një më fal. Por më fal, a mund të pyes edhe diçka? Patjetër. Faleminderit shumë. Nëse njeriu të thot 3 herë, mos ma përmend se e kam një ndodhi. A duhet ta përmend dikush e ka të tërë? Nuk më duket as pak gjë e tmerrshme që të shkurtojnë emrin. Edhe mua më thrasin Olti për shembull. Olta nuk e ka bëu atë. Më thrasin në mënyrë mashkullore. E kam bë këtu. Të lutemi. Nuk më duket një gjë kaq e tmerrshme që ti të viktimizohesh kaq shumë. Dhe të lutem mos e lidh çdo gjë me luftën, me Zotin, me, domethënë bëu pak më lojtar.